Përshëndetje të nderuar miq, selamu aleikum. Paqja e Zotit qoftë me ju. Dëshiroj të flas mbi një video që e kam parë këtë ditë nga një hoç ignorant nga Vatrat, nga trevat tona shqiptare. Nuk dua ta përmend emrin nga vjen ai, por më bëri përshtypje ligjërata e tij, të cilën ai ia kushton çështjes së zgjedhjeve parlamentare. Sipas tij, pra gjithnjë sipas këtij hoxhe ignorant dhe fanatike, ekstremiste, radikal, i cili përveç këtyre kualitete tjera nuk ka, si intelektual, si akademik, si njeri që të lë përshtypje se ai ka studiuar disiplinat fetare islame dhe nëpërmjet shpjegimeve të tij të detyron që ti të ndalësh dhe të mendosh. Por çka bën? Të kundërtën, të detyron që ti të marrësh guximin dhe dalësh dhe ti thuash atij stop. Dhe çka thot? Zgjedhjet janë shirk. Ata të cilët dalin në zgjedhje janë mushrik. Po e filloj ngadalë, por nuk e di, për shkak të emocioneve, a do të mund t'i përmend të gjitha, të cilët janë esenciale në këtë rast. Për t'i përmendur, apo? Dhe si shkas është ky ignorant që mba një shall hoxhe në kokë. Me ato ngjirat e Coca-Colës e ka lëshuar mjekrën e madhe. Më shumë i kushton kujdes kur qohet në mëngjes se sa janë shëritur mjekra dhe si duket ajo që t'ju fut frikën dhe që të mund t'i manipuloj pikës pari kokboshët, t'ja u shpërlaj terrorin njerëzve dhe sidomos atyre të cilët janë të rinj, pa mos e qarë kokën as pak se i lë pa shkollim, pa edukim, pa studime, se ata do të shohen dhe do të vrapojnë spari njëherë kush ta marrë vendin safin e parë në xhami, po se i duhet të shkollohet, të di, sepse dia, shkollimi, edukimi janë baza islame elementare, esenciale, për të qenë një besimtar i denjë. Po filloj. Po mirë, nëse zgjedhjet na qenë kanë shirk dhe në demokracitë parlamentare jeton kanë mushrikët, atëherë, pyetja e parë, pse Arabia Saudite e familjeve diktatoriale, dinastive të mushrikëve arab, i morën njerëzit e teknologjisë, e medicinës, e astronomisë, e fizikës, e arkitekturës dhe i punësuan në dy qytetet e shenjta islame, në Medinë dhe në Mekë, apo në Mekë dhe në Medinë, që çka të bëjnë? Ta ndërtojnë xhamin e pejgamberit në Medinë, ta pajisin me teknologji freskuese. Pastaj, në Mekë, çka të bëjnë? E kanë ndërtuar të gjithë infrastrukturën e cila sot është aktuale atje, dhe kush e ka ndërtuar? Kush janë inxhinierët? Inxhinierët kryesorë janë që vinë nga shtetet sipas këtij hoxhe, të cilët na qenë kanë me demokraci mushrike. Pra nga shtetet me demokraci parlamentare, ata janë frances, zvicran, angles, amerikan, gjerman. Asnjëri nuk është arab. Vazhdojmë. Pse ti bre hoç ignorant, kur shkon në Qabe, e merr Airbusin 380 që i ka dy kate, po nuk e merr gomarin, mushkën, deven dhe të nisesh për në Qabe për ta kryer haxhin. Tjetra, pse ti i shfrytëzon penicilinat, ilaçet, medikamentet e atyre që i kanë prodhuar e që janë nga demokracia e mushrikëve? Pse ti telefonin që e ke në disponim, si nuk të vjen turp dhe nuk ke turp nga hipokrizia që ti e rrezaton dhe e shfrytëzon telefonin që e ka shpik, që e ka zbuluar, që e prodhon mushriku, demokrat.
Pse? Pse ti e shfrytëzon internetin falas që e ka shpik ai i demokracisë parlamentare, që na qenë ka mushrik si pas teje, që bon ka shirk si pas teje? Pse ti nuk shkon në Arabi të blesh një telefon? Pse nuk kërkon nga Arabia ti që të jap internet, që të t'jap WhatsApp dhe Viber falas, që ti të folësh prej sot deri nesër pa ja ndal hiç dhe mos paguash kurrë. Kto që i shfrytëzon të gjitha, kush i prodhoi? Kush i ka zbuluar? I kanë zbuluar ata të familjeve diktatoriale që udhëheqin me shtetet, me popujt tashën 100 vjet. Tjetra, ti që pretendon se je i gjithdijshëm, se i ke arrit majat e dijenisë dhe tani çka të ka mbet? Tani të ka mbet që ti të merresh me radikalizëm, të merresh me ekstremizëm, me fanatizëm, dhe çka të bësh? Të rrezatosh thashethane për të cilat një njeri me mende të shëndosh, me intelekt të shëndosh, me logjik të shëndosh, nuk ka se si të jetë dhe të qëndroj indiferent ndaj derseve të juaja primitive në total. Pyetja tjetër, para 70 viteve, shiko mu pak në figurë dhe si thua, sa vite i ka mu? Tani, pyetja tjetër, po të mos kishin qenë ata të demokracive, të shteteve me demokraci parlamentare, më trego bre ignorant, kush do të bënte shporjen e tokës në tokat arabe, në atë shkretirën e Arabisë që nga ajo çka të dilte, të shpërthente nafta. Ai ari i zi, i cili çka i bëri ata beduinët e Arabisë, brenda 10-20 viteve, ata filluan të ndërtojnë ndërtesa me kanë 100 katë. Filluan t'i lanë gomarët, t'i lanë devet, t'i lanë mushkat. Çka? Filluan të blejnë Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, filluan të thirin, të marrën, të punësojnë mjek, vetëm e vetëm veterinar, mjek veteriner që të bëjnë, të kujdesen për mjekimin, kultivimin dhe shërimin e skifterave apo të kuajve që ata i lajnë ka 10 herë në ditë në bazenat të cilat i kanë ndërtuar kush? Dora dhe arkitektura e atyre të cilët ti i quan mushrik. Pra, ti e shfrytëzon penicilinin, ti e shfrytëzon ilaçin, ti e shfrytëzon avionin, ti e shfrytëzon automjetin, ti e shfrytëzon infrastrukturën, ti e shfrytëzon internetin, ti e shfrytëzon rrjetet sociale, duke filluar nga Facebooku deri te TikToku, që asnjëra nuk janë prodhim musliman dhe nuk janë prodhim arab. Por ti çka bën? Tan kohës trumpeton bërtet, unurin dhe përdoren fjalë pise, fjalë të rënda, të pandershme në adresë të atyre prej të cilëve ti ke dobi 24 orë në ditë. Pse? Pse ti kur e kreve fakultetin të ato vendet e diktaturës arabe, u ktheve përsëri në vendlinje? Pse nuk mbete, pse nuk jeton ti atje? Mbasi që ata janë shtete me sisteme, me regjime të drejta, politike, fetare, sociale, ekonomike, të barabarta për të gjithë, si për fukaran, si për zenginin, si për ato që nuk është i njohur, e si për ato që është i njohur. Pse u ktheve prap? Dhe pse, sidomos ju hoxhallarët, erdhët në diaspor, ku ne ndërtuam xhami para 30 viteve, 35 viteve, i kemi filluar hapat e parë të ndërtojmë xhami në për shtetet si Zvicra, Gjermania, Austria, e kështu më radhë, flas për shqiptarët, s'më intereson për qerët, dhe ne u punësuam juve, dhe tani ju kasiratni ka 5.000 franga në Zvicër, rrok, mujore, në për Gjermani, ku ta di unë, 2.000-3.000 euro, e plus që boni shërbime fetare dhe që ato i shtinin në zes në xhepin tuaj. Pse ju nuk ndajtët në shtëpi? Pse nuk ndajtët në vendlinje? Në për ato qytetet e fshatrat e shqiptarisë dhe të fitoni vetëm ka 300 euro. Ju vjen mirë
të vini të një sistem social i përparuar dhe i avansuar e që se ka demokracinë, ore, të vjen mirë apo s'të vjen, për arsye se ti ke gjithnjë të drejtën të dalësh, të protestosh, të kritikosh, të analizosh, të mos pajtohesh, të pajtohesh, të shprehësh mendimin tënd, të jesh pro, të jesh kundër, por ti te Arabia e kralave, te Arabia e emirëve, te Arabia e kalifëve, te Arabia e sultanëve, ti duhet ta mbash hutben vetëm si i konvenon atij, materialin fetar ta shqirtosh e ta spjegosh vetëm si i konvenon emirit, kalifit, kralit, melikut, si dush quje. Unë kam qenë në Haç, në vitin 2016, në Qabe, e kam pa portretin e kralit të Arabis, dhe i kam pyet hoxhallarët që ishin me mua, prezent, ore, çka bën ki këtu? A do ku shirk kjo? A nuk është shirk ti më i madh kjo? Fotografia ti, çka lip në Qabe? Dhe më thoj, pse të gjitha portet që hyjnë në Qabe, për të hyrë të bësh tavaf, në Qabe poshtë, tek ajo kutia e zezë, jo në për ato kate që i kanë ndërtuar, qkush, inxhinierat e mushrikëve demokrat, që ta kenë makollaja që ku shkojnë axhilierët. E gjitha arkitektura, rreth për qark Qabës, more, është ndërtuar nga inxhinier, dhe ajo gjithnjë, mbikëqyrët, mirë mbahet, për kujdesja është nga inxhinierët të cilët vinë nga shtetet me demokraci parlamentare. Pse portet për të hyrë në Qabe i kanë emrat e melikve, që nga i pari ai Saud, ose Abdul Aziz ibn Saud, e deri te ky i fundit, gjithnjë gjem të tyre janë emëruar portat për të hyrë në Qabe me emrat e tyre. Pse asnjëra nga portet e Qabës nuk e ka emrin e ndonjë sahabiu? Pse nuk e ka emrin ndonjëna nga portet Hatixhe? Pse nuk e ka emrin Muhammed ibn Abdullah al-Rasul? Pse nuk e ka emrin e Aliut? Po mirë, kjo s'doni, ha? Ta ketë emrin e Aliut, jo, kjo s'ban. Se shijat pastaj edhe kështu qashtu, ha? Po ani mirë, le t'i ketë emrat e sahabëve qiet, të cilët e pranuan islamin parët atij. Jasiri për shembull, i cili e dha jetën me motrën e tij, Sumejen, janë të parët shehid musliman të Mekës. Pse nuk e mban emrin e tyre? A nuk është shirk kjo? Mos më fol ti mua për shirk, ore. Ti folëm mua për drejtësi ose pa drejtësi. Po, kjo shkon. Kjo është në Kur'an. Kjo qëndron. Dhe Kur'ani na urdhëron neve, ose më mirë thonë, Allahu bre, me islam na urdhëron që të jemi të drejtë, që të jemi komunikues, që të bëjmë dialog me njëri tjetrin, që të jemi tolerant, që të jemi durimtar, që të respektojmë të gjithë atë diverzitet që e ka krijuar Zoti i gjithësisë, ai një dhe i vetëm, sepse ashtu ka dashur që ne të jemi të ndryshëm, të jemi divers, dhe nëpërmjet këtij diversiteti dhe nëpërmjet sjelljes tonë, në mesin tonë, ku jetojmë dhe ku veprojmë, Allahu do i mat veprat tona ditën e gjykimit në mizanin e tij të shenjtë. U kuptuam? Pra, ti duhet të jesh tolerant, ti duhet të jesh durimtar, ti duhet të bësh punën tënde të jesh i drejtë. Flas gjithnjë sipas islamit, jo sipas teorive të juaja, të hoxhallarëve ignorant, fanatik, ekstremist, radikal, vahabist, selefist, e çka jo. Quaj veten si duash ti, unë jam musliman. Unë jam besimtar musliman, asgjë më shumë, asgjë më pak. Për mu libri vetëm është Kurani. Kurani ndëgjove, Kurani famlar, Kurani fisnik. Të gjitha i kam aty. Gjithçka që më intereson e kam aty. Nuk kam nevojë për hadithet e shpifura, për hadithet e sajuara, trilluara, që mund t'i kenë shkruar edhe racist, edhe pedofil, edhe njerëz të cilët kanë qenë vrasës, që kanë qenë anti-grave, anti-femrave, anti-vajzave. Por Kurani është fjala e Allahut. Dhe aty urdhërohemi ne
që t'i respektojmë edhe ata që nuk janë si ne, që nuk besojnë, që besojnë ndryshe, dhe Allahu nuk na thot për kot. Kush dëshiron, le të besoj. Kush nuk dëshiron, le të mos besoj, o re. A jetë Kurani, bre? Allahu, bre, na thot në Kuran, i thot profetit të ti, kul ja ejuhel kafirun, o ju mohues. Dhe në fund të surës kaptinës el kafirun, Allahu e porosit profetin që t'ju thot atyre, ju keni fen tuaj, unë kam fen time. Ju mbajeni fen tuaj, unë mba fen time. A kupton, bre, ignorant hoq? Dhe pse vetë del me atë hadisin që e ka shkrua 200 vjetë a i pas vdekjes së pejgamberit Allahut, dhe ka shpif, ka sajuar, ka trilluar. Të gjitha thashe thane, pse bre nuk kapeni për litarin e Allahut, për Kuranin fisnik, po Allahut të thot në Kuran, kapuve për litarin tim. Allahut thot në surën Ali Imran, në ajetin 103, kapuni për litarin tim dhe mos përqaheni. Edhe njëherë, kapuni për litarin tim dhe mos përqaheni. Në surën El Enam të thot, bre, me të vërtet ata do të përqahen në sekte grupe me theve, por ti, o profet, ma ata s'ke ku gjatë përbashkë. Subhanallah, l'adhim, Dhe ti del, tërkohën i shfrytëzon të mirët, dobit. E atyre të cilët nuk janë si ti, nuk besojnë si ti, që ti i quan mushrik. I shfrytëzon resurset e shteteve, e shoqërive me demokraci parlamentare. Do në të ti numroj edhe njëherë, që ti kesh për fund në kujtes, që mos t'i harosh kur. Pikës pari, ilaqet, bre, spitalet, bre, penicilinin, infuzionin, avionet, automjetet, telefonin, internetin. Ti komunikon me krejt familjen 24 orë pa pagesën WhatsApp, në Viber. Del dhe ja uron Bajramin, ja uron Ramazanin, ja uron Agjerimin, ja uron, flet. Të ka thonë dikush ti e ke emnin Ibrahim, të ta ndalet telin. O Allah, ju ta kishi pas ndorë, ju, radikalet, islamik, ta kishi pas ju ndorë, muazallah, neudhu billah, ju internetin, e dini kujt ju do të kishi mundësuar që të flet, që të komunikon me botën. Vetëm atyre që janë si ju, ore të mjerë. O ignorant, për e di Allahu kush jeni ju, për atë shkak ju kalan aty ku jeni. Edhe njëherë, Allahu e di më së miri kush jeni ju, se va di zemrat, dhe u kalon të jeni aty ku jeni. Përveç se drejtësin ta vendosish në tokë, ta luftosh pa drejtësin, ndryshe, të ndalosh nga e keqja dhe të urdhërosh për të mirë, asgjë tjetër nuk qëndron. Dije këtë. Por shura, ai këshillimi, ajo konsulta, ai këshilli i përgjithshëm, në të cilin njerëzit, qofshin besimtar apo jo besimtar, qytetar të një rase apo të rasave të ndryshme, nacioneve të ndryshme, kombeve e farave të ndryshme, duhet të konsultohen me njëri tjetrin. Për çfarë arsye? Për arsye që jeta në tokë të zhvillohet pa fesat, pa luftë, pa grindje, pa eksploatim të njëri tjetrit, që marrësh fukaras, që hapësh zenginit. Kështu janë diktaturat e Arabisë. Ore e ka në kap shtetin, e ka marrë pronën shtetënore, e ka deklaruar shtet të ti. Arabia el Saudije. Arabia Saudite e Saudve. Gjermania është e Müllerit. Gjermania është e Fritzit. A është e Gerhardit, a është e kujbe, çfarë mbi emni të ta them në gjermanisht. Gjermania është e popullit gjerman, ore. Resurset që i ka falë Zoti në tokë nuk i takon një familje, një dinastie. Dhe ti mbron dinastin, dhe mbron diktaturën e familjeve arabe, dhe çka ta në kohës
i shfrytëzon resurset e shteteve që kanë demokraci parlamentare shan dhe bërtet, pa asnjë frikë prej Zotit. Nuk e them turp, se turp po se po ju s'keni as pak. Ore juve, zemrat ja u lexon bre Zoti, ja u shebre, dhe për atë shkak ti je që ati ku je, se nuk e meriton për ma shumë. Por, ju i merrni në qafë, pikë pari, që ata njerëz të cilët vetë nuk e qojnë kokën, një libër në jetën e vetë të lexojnë. Nuk e vënë në pikpyetje as një ders tëndin, as një fjalë tëndën. Ore, po ta them një fakt që e din edhe ti. O hoq ignorant bre, në kohën e Omerit, kalifit dit, duke e mbajt hutben e xhumas, ajo gruaja u çu në këmbë dhe i tha: o kalif, o i pari muslimanve, nuk është ashtu si thua ti. Omeri e rahu, e nxori nga xhamia. A ju çka keni bërë pas vdekjes pejgamberit? Ja u keni ndaluar muslimanëve të flasën në xhami. Pa e dini pse? Me hadiset e juja që i keni shpik, ju ja u keni mbyll gojen njerëzve. Dhe këta ignorant budall, primitiv naif, duke mos studiuar fjalën e Allahut, ju kanë besuar juve verbërisht. Por ka si unë, me miliona musliman në botë, që juve nuk do t'ju vinë pas, dhe nuk do t'ju dëgjojnë asë njëherë, e din pse, thjesht, sepse unë dhe miliona musliman tjerë e studiojnë fjalën e Allahut, dhe i binden vetëm asaj. E çdo gjë tjetër e vanë në pikpyetje, është apo s'është ashtu. Ndëgjove, unë jam besimtar musliman dhe teolog musliman. Unë nuk jam teolog medhebist dhe as musliman medhebist e sektar. E si unë, elhamdulillahi rabbil alemin, elhamdulillahi rabbil alemin, që në botë ka me miliona intelektual musliman, akademik musliman, njerëz profesor e njerëz të ngritur, të cilët pikëpari janë njerëz me dignitet, pastaj besimtar me bindje të plot, dhe në fund qytetar të ndershëm.